Gjoni zgjoi gjithmonë nga I njëjti zhurmë, kërcitja e derës prej druri dhe hapat e ngadalt të Lekës në obor. Ai ishte një burr I moshuar me duar të thata, mjekër të shkurtër dhe sy të fundosur. Ai jetoi vetëm që kur gruaja e tij u largua. Shtëpia ishte e vendosur pranë shpatit të kodrës, e rrethuar nga ullinj të përdredhur dhe gur që dielli I praronte ngadalë. Ai foli pak. As me njerëzit, as me kafshët. Por me Lekën kjo ishte e vetë kuptueshme. Gomari e kishte njohur që kur ishte I vogël. Ata u rritën së bashku, duke e ndihmuar njëri tjetrin të përballonin peshën e kohës. Leka nuk tërhiqte më karrocë dhe as nuk ngjitej në kodra. Unë thjesht eca nëpër shtëpi, ngadalë. Ndonjëherë ai shtrihej pranë derës, sikur të ishte një qen I vjetër që priste pronarin e tij. Atë mëngjes, si çdo mëngjes tjetër, Gjoni doli me çajnikun në dorë dhe me shpinën pak më të lakuar se më parë. Ai ul në stol, mori bukën e ndenjur nga pëllura dhe u largua I qetë. Leka u afrua. Ai nuk kërkoi asgjë. Ai vetëm vuri hundën në gjurin e plakut dhe qëndroi aty. Era ishte e lehtë. Dielli po vinte nga pas malit. Pulat çukitnin pa zhurmë. Gjoni I lagi buzët me çaj sherebele. Ai mori frym thellë. Ai mbylli syt për një çast. Dhe ai buzëqeshi, vogëlush. Pastaj u ngrit në këmbë, kaloi dorën nëpër gëzofin e ashpër të Lekës dhe tha vetëm një fjalë, mirë. Ai është mirë. Gjithmonë ishte kështu. Pak fjalë, shumë gjeste. Gjithçka në kohën toksore. Nga druri. Të kafshës. Të trupit. Në ferm nuk kishte zë radioje, as ora nuk punonte me shpejtësi. Vetëm tiktakti I zjarrit në sobën me dru. Zvarritja e hapave. Duke marrë frym ngadalë. Dhe sytë e Lekës gjithmonë të vëmendshëm. Atë ditë, si shumë të tjera, asgjë nuk dukej ndryshe. Por heshtja. Heshtja dukej më e thellë. Çdo ditë fillonte njësoj. Gjoni u ngrit ngadalë, spërkati ujë në fytyrë, veshi të njëjtën këmishë të lehtë prej liri, një jelek të vjetër dhe doli për të parë dritën. Para se dielli të linte plotësisht, ai ishte jashtë, duke ja ngulur syt qiellit. Në balkon, stoli prej druri. Pranë saj, filxhani I aluminit me çaj të ngrohtë. Në dysheme, bukë e thate e mbuluar me një copë blu. Gjithçka njësoj. Edhe Leka e dinte. Gomari erdhi ngadalë nga ana tjetër e oborit. Ai u ndal pranë shkallëve. Unë po prisja. Ndonjëherë ai tunte kokën. Të tjerët thjesht morën frym. Nuk nevojitet komandë. Gjoni e theu bukën me dorën e tij. Një copë për xhepin tënd, një për gomarin tënd. Ai e bëri këtë sikur të ishte duke u lutur. Pastaj ai do të merrte kovën bosh dhe do të shkonte te pusi. 7 hapa. E njëjta zhurmë e vjetër. Aktual. Rrot. Ujë. Gjatë rrugës së kthimit ndalova në gjysmë të rrugës. Ai vuri dorën në bel. Ai mori frym thellë. 2 herë. Trupi nuk shoqëronte më shpirtin. Por ai nuk u ankua. Ai u ul, kryqëzoi këmbët dhe shikoi dyshemen prej dheu sikur të kishte diçka të shkruar atje. Qëndroi kështu për minuta të gjata. Leka u shtri pranë tij, me hundën e shtypur pas tokës ende të ftohtë. Ai e shikoi pronarin pa ia dridhur sy. Bishti lëvizte her pas here, duke I larguar mizat imagjinare. Nuk kishte zë. Vetëm koha kalon. Një nga ato ditë, Gjoni u ngrit nga stoli dhe gati u pengua. Dora shkoi drejt e në zemër. Asgjë e fortë. Një shtrëngim I lehtë. Një shenjë. Por ai e maskoi atë. Ai u ul përsëri. Ai kaloi dorën mbi ballin e tij. Ai e piu çajin sikur të mos ishte asgjë. Leka u afrua më shumë. Ajo ja futi hundën në dorë. Ai shtyu me kujdes. Plaku buzëqeshi. E ndjen ti më shumë se unë vetë. Ti e ndjen më shumë se unë. Dhe dita vazhdoi. Me heshtje, pluhur dhe frymëmarrje të shkurtër. Si të gjithë të tjerët. Por Gjoni ecte më ngadalë. Dhe Leka. Leka ndalonte para çdo hapi. Sikur po priste diçka. Nata erdhi pa zhurmë. Qielli nuk kishte hënë. Yjet dukeshin të zbehur. As gjeli nuk këndoi.
As qend nuk lehnin. Vetëm fshfërima e gjetheve të thata në erë. Në ferm, gjithçka ishte në gjumë. Më pak leka. Gomari i vogël ishte në këmbë, i mbështetur në murin e shtëpisë, pikërisht në dritaren e dhomës së gjumit të Gjonit. Veshët janë të fortë. Trupi i palvizshëm. Koka është ulur pak. Leka nuk flinte. Unë nuk përtypa. Ai as nuk ja uli sy. Brenda dhomës, qiriu po digjej tashmë afër xhamit. Një dritë e dobët, e verdhë që lëvizte ngadalë mbi murin prej guri. Gjoni kishte shkuar në shtrat herët. Si gjithmonë. Ajo e mbuloi veten deri në bel. Ai e la filxhanin mbi komodinën dhe tha, vetëm në ajër, nesër shkojmë te Ulling. Nesër do të shkojmë te Ulling. Askush nuk u përgjigj. Vetëm zhurma e lehtë e erës mbi çatin prej kallai. Mesnata kaloi pa paralajmërim. Qiriu ende mbante. Filxhani kishte ende çaj brenda. Dhe leka ishte ende aty. Gjyshja nga shtëpia fqinje u ngrit për të shkuar në banjo. Ai kaloi pranë dritares, shikoi në obor dhe pa gomarin që qëndronte në errësirë. Ai vështroi për një kohë. Pastaj ai murmuroi butësisht, kur kafsha nuk lëviz, zemra e njeriut ka ndalur. Kur kafsha nuk lëviz, kjo ndodh sepse zemra e njeriut është ndalur. Por nuk isha i sigurt. As ajo nuk guxoi ta mendonte me zë të lartë. Nga jashtë, gjithçka dukej e bllokuar. Nata e rëndë. Era e qetë. Qiriu më në fund u shua. Dhe askush nuk e pa momentin. As gjeli nuk e bën. As pulën. As fqini nuk e bën këtë. Vetëm leka. Atë mëngjes, as mizat nuk lëvizën. As kambanat e deleve. As gjethet e fikut. Bota merrte frym ngadalë. Dhe në qendër të tokës së heshtur, një gomar i vjetër shikonte një dritare pa dritë. Duke pritur. Pa e ditur se çfarë. Dita agoi më ftohtë se zakonisht. Qielli ishte i bardhë. As blu as gri. Vetëm e bardhë. Si qumështi i derdhur. Fqini u nis herët për të marrë ujë. Ai kaloi në përfush dhe e pa menjëherë, porta e fermës së Gjonit ishte e hapur. Nuk ishte normale. Në atë vend, as gjethet nuk mund të hynin pa leje. Por gardhi prej druri ishte pak i hapur dhe gjurmët e thundrave gërvishnin tokën. O gomari, tha ajo. Gomari i vogël. Leka nuk ishte aty. Ai ecte ngadalë në përshtegun me dhe. Nuk funksionoi. Ai nuk hingëlliti. Ai ecte drejt përpara, me kokën ulur, sikur të dinte se ku po shkonte. Në shpinë, një copë e vjetër e palosur në një nyj. Ishte batania që përdorte Gjoni në netët e ftohta, tani e lidhur lirshëm mbi shpinën e gomarit me litar. Askush nuk e dinte kush e kishte vendosur. Ose nëse do të ishte vetë leka, disi. Njerëzit pan. I pari. Pastaj një tjetër. Derisa rruga e vogël e fshatit u mbush me sy. Askush nuk lëvizi. Ky është gomari i Gjonit. Është gomari i Gjonit. Ai s'ka ardhur vetëm. Ai nuk vinte kur vetëm. Disa gra i vën duart në gojë. Një burr hoqi kapelen e tij. Fëmia e ndaloi topin te këmba e tij. Leka kaloi midis të gjithëve. Ngadalë. Pa nxitim. Pa frikë. Ai eci drejt oborit të kishës së vjetër. Ai u ndal para derës. Ai shikoi. Ai e uli trupin dhe ushtri. Ishte lënë. Heshtje. Vetëm atëherë dikush pyeti, po Gjoni? Po Gjoni? Fqini u përgjigj, kështu është puna. Nuk e kemi parë ende sot. Dhe askush nuk tha asgjë tjetër. Një djalë mori kalin dhe u kthye në fermë. Ai e gjeti shtëpinë të mbyllur nga brenda. Dritarja është ende gjysmë e hapur. Ai thirri. Askush nuk u përgjigj. Nuk e detyroi. Ai u kthye vetëm me syt ulur. Duhet të njoftojmë fshatin. Është më mirë të njoftosh fshatin. Por paralajmërimi ishte dhënë tashmë. Sepse Gomari i kishte thënë tashmë të gjitha. Dhe atje, i shtrirë me batanien e plakut mbi shpinë, ai priti. Sikur të kishte mbërritur para botës.
Gjoni u gjetë të nesërmen në mëngjes. Fqinji, i cili gjithmonë ndalonte herët për të sjellë qumësht të freskët, e gjeti të çuditshme të shite portën e mbyllur, dritaren pa perde dhe asnjë zhurmë brenda shtëpisë. Asnjë zjarr i ndezur. Pa erë kafeje. Asnjë hap i vetëm. Ajo thiri një herë. 2. 3. Asgjë. Ai ngjiti ngadalë shkallët për në verandë. Ai mbështeti ballin në derën prej druri. Ai ndjeu të ftohtin e dorezës së derës. Ajo goditi. Më shumë heshtje. Ai shikoi prapa. Leka nuk ishte në obor. Oh, nuk ka asnjë mënyrë. Ai nuk është këtu. Plaka mblodhi guximin, e shtyu dritaren gjysmë të hapur dhe hyri brenda. Brenda, drita ishte e dobët, e filtruar nga perdja e hollë. Çajniku ka ende ujë brenda. Kupa në të njëjtin vend. Shamia e Gjonit e palosur në shpinën e karriges. Dhe ai i shtrirë. Mënjan. Si dikush që flinte, por nuk ëndërronte. Duart mbështeteshin në gjoks. Këmbët e mbuluara deri në kërci. Goja u mbyll. Syt gjithashtu. Frymëmarrje, asnjë. Ajo u afrua. Ajo i preku butësisht shpatullën. Nuk pati asnjë përgjigje. Ai pshertiu. Ai e hoqi shallin nga koka. Ai uli kokën. Pastaj ai u largua. Ai nuk bërtiti. Nuk funksionoi. Vdekja e Gjonit nuk ja vlente gjithë atë bujë. Ishte një nga ato lojra që bota i di tashmë para se dikush të flas. Lajmi u përhap ngadalë, siç ndodhin gjërat e trishtueshme. Burrat erdhën për të ndihmuar. Gratë sillnin rroba, qirinj dhe çaj. Prifti mbërriti në këmbë, duke mbajtur librin dhe kryqin prej hekuri. Të gjithë e dinin rrugën për atje, por askush nuk foli me zë të lartë. Ata prend dërasa nga hambari i vjetër. Ata lëmuan me nxitim. Ata bën një arkivol të thjesht, të bërë nga dru i lehtë. Ishte e drejtë, pa zbukurime. Vetëm gjërat thelbësore. Ashtu është aty. Siç ishte vetë ai. Gjyshja e fshatit solli barra aromatike për të larë trupin. Ata e veshën Gjonin me këmishën e bardhë të meshës që ai e vishte vetëm në funeralet e të tjerëve. Ata vendosën një ruzare të vjetër midis gishtërinjve. Ata i kryqëzuan krahët me kujdes. Pran arkivolit, tufa me ullin që i pëlqente të mblidhte. Asgjë më shumë. Ndërkohë, në oborin e kishës, Leka ishte shtrirë. Me batanien e Gjonit ende mbi shpinë. Koka uli. Syt gjysmë të hapur. Nuk lëvizi. As për të ngrënë. As për t'i shpëtuar diellit. Kështu qëndroi gjithë mëngjesin. Kur Azilja në mesditë, ai u ngrit vetë. Ai bëri një hap. Pastaj një tjetër. Dhe ai eci. Ngadalë. Ai shkoi te dera e kishës. Ai mbështeti kokën në dru. Ai mbështeti gjoksin në kornizën e derës. Dhe priti. Kur procesioni doli nga shtëpia, Leka ishte tashmë në rrugë. Nuk ishte as përpara as prapa. Po kaloja pran arkivolit. Njerëzit krijuan hapësirë pa pasur nevojë ta rregullojnë atë. Askush nuk e dërgoi larg. Askush nuk e arrestoi. Ata as nuk u përpoqen. Prifti e shikoi, por nuk tha asgjë. Gratë thjesht i mbanin lulet më fort në krahët e tyre. Ngjitja ishte e gjatë. Tokë e thatë, e fortë. Kodra ku pushonin pleqt e fshatit. Atje, Gjoni do të kishte hijen e Selvis dhe një pamje të fshatit. Ata gërmuan thellë. Lopatat goditën rënjët, ngritën pluhur, shënuan kohën. Leka qëndroi pranë varrit. Dielli ja përpinte leshin tashmë të njollosur. Putrat e tij dridheshin pak, por ai nuk lëvizte. Kur u vendos arkivoli, të gjithë ulën kokën. Prifti bëri shenjën e kryqit. Ai lexoi vargjet e lamtumirës. Zë i ulët, i ngadalë. Dhe pastaj Leka u afrua. Me diçka në dhëmbë. Një tuf e vogël me barishte të gjelbra, të lidhura me spango. Ishte i njëjti që Gjoni zgjidhte çdo pasdite. Bimët në murin e ulët pas shtëpisë. Ato që ai tha se mbanin erë fëmijërie. Leka e hodhi tufën në grovë. Pastaj u gjunjëzua. Së pari putrën e përparme.
Pastaj ai tjetri. Shpinat u përkullën ngadalë, sikur të kishin dhimbje. Trupi u fundos në tokën e lirshme. Koka u ul derisa hunda e saj preku buzën e vrimës. Atje qëndroi. Procesioni ra në heshtje. Askush nuk e priste këtë. As burrat në fshat, të cilët shinin vdekjen çdo muaj. Madje as të rinj, të cilët thanë se nuk kishin frikë nga asgjë. Gjyshja murmuroi, ai e dinte para se ne ta dinim. Ai e dinte para se ta dinim ne. Një grua filloi të qante me zë të ulët. Një djalë i fshiu syt me mëngë. Një plak e ktheu fytyrën nga horizonti. Prifti e mbylli librin. Zogu është njeri. Ai ishte i mbuluar si burr. Pasi u hodh dhe u vendos lulja e fundit, të gjithë filluan të zbresin. Një nga një. Askush nuk e thiri lekën. Dhe ai nuk erdhi. Ishte lënë. I shtrirë pranë kryqit të sapo gërmuar, me kokën mbi kodrën e dheut të butë. Ndërsa po binte pasditja, era frynte më ftohtë. Qielli u errësua pak. Një sorë kaloi. Por leka nuk lëvizi. Atë natë, as hyjet nuk shkëlqenin si më parë. Dhe kushdo që kalonte pranë rrugës pa një gomar i vogël. U ndal. Pranë një varri të ri. Sikur të mos e kishte humbur sapo pronarin e tij. Por zhurma e shtëpisë. Pesha e rutinës. Dhe zërin e kuptoi pa fjalë.